Policia rrugore me dorë të hekurt ndëshkon 511 drejtues automjetesh. Efektivët e policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë Dibër vijojnë monitorimin e të gjitha rrugëve nacionale brenda këtij qarku. Si rezultat i këtyre monitorimeve intensive me dron, radar dhe mjete inteligjente në të gjitha akset rrugore të qarkut, me qëllim parandalimin e ngjarjeve rrugore me pasoja, si dhe menaxhimin e trafikut, janë ndëshkuar plot 511 drejtues automjetesh në 2 javët e fundit. Një shtetas është arrestuar në flagrans pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. 148 drejtues automjetesh u ndëshkuan për ndalim ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. 156 drejtues mjetesh për parakalime të gabuara, 28 drejtues mjetesh për qarkullim me shpejtësi mbi normat e lejuara, 4 drejtues motomjetesh për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 15 drejtues automjetesh për mosvendosjen e rripit të sigurimit, 5 drejtues mjetesh për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit, 6 drejtues mjetesh për xhama të errët të pa homologuar dhe pa dokumentacionin përkatës dhe 149 drejtues mjetesh për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore Dibrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të tregojnë kujdes maksimal pasi çdo shkelje mund të rrezikojë jetën e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës, duke theksuar se do të jetë gjithkohë në terren për të monitoruar zbatimin e kodit rrugor.